Punimet për rrjetin e ri të ujësjellësit në Vlorë që synojnë përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm në qytetin bregdetar, ka lënë pas një infrastrukturë të dëmtuar në disa zona të qytetit. Shumë rrugë dhe trotuare të investuara vitet e fundit janë qarë dhe kanë mbetur në këtë gjendje, ndërsa së fundmi projekti ka prekur edhe zonën e Lungomares, e cila deri më tani kishte mbetur e pa dëmtuar. Siç shihet edhe nga pamjet në terren, në shëtitore është krijuar një çarje në të gjithë zonën ku kalojnë këmbësorët. Pas hapjes së asfaltit për vendosjen e tubacioneve, sipërfaqja është mbuluar vetëm me një shtresë granili, ndërsa në disa segmente janë krijuar edhe gropa, të cilat rrezikojnë të thellohen me kalimin e kohës dhe për shkak të kushteve atmosferike. Kjo situatë ka shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës, të cilët shprehen se punimet po kryhen në mënyrë të gabuar. Sipas tyre është e papranueshme që të ndërtohet fillimisht një shëtitore dhe më pas ndërhyrjet për rrjetin e kanalizimeve apo ujësjellësin, duke dëmtuar investimet e mëparshme. Duhet të vendosim me rregull një lagje, jo të bëhet konfuz në gjithë Vlorën siç është bërë. Punimet kur fillojnë të bëhen që në fillim, jo pasi shtrojnë rrugët e asfaltojnë, pastaj kujtojmë prapë hapim. Është të bëhen që në fillim. Me sa mbaj mend të si vlonjate që jam, rrugët janë prishur disa herë. Pastaj vërtet dakord hapen rrugët i bëjnë to kanalizime. Po keni parë se kanë mbetur broka s'kalon dot makina? Kaq muaj këtu atë bart. Është një punë që mund të mbaronte për një javë. Si do t'i marrin tenderet njerëzit? Në rregull. Në ndërtim se edhe unë ndërtues jam. Po? Bëhen rrjetet e ujit të pishëm, energjisë elektrike, internetit, ujrave të bardha të shiut, ujrave të zeza, pra fillon ndërtimi. Ndërsa këtu te ne? Tek ne bëhet e kundër. Punimet për rrjetin e ri të ujësjellësit po realizohen nga kompania azerbaixhanase Akeli Group, ndërsa projekti financohet nga Banka Gjermane për Zhvillim.